Korça, qyteti i serenatave, i njerëzve të dashur e të mençur, qyteti intelektualëve, djepi i kulturës shqiptare, i pajisur herët me infrastrukturë të zhvilluar, si qytet me gjallëri, me aktivitete të ndryshme kulturore dhe sportive, ka tërhequr qysh vite më parë vëmendjen e shteteve fqinje. Hapja e shkollave fillore rumune dhe shqipe në vitet 1912 i la vendin hapjes së shkollave të nivelit të mesëm, si liceu francez, shkolla teknike italiane, shkolla amerikane e të tjerë. Liceu francez në Korçë u bë shumë shpejt një qendër e rëndësishme e arsimit, jo vetëm e zonës së Korçës, por në të gjithë Shqipërinë. Shpesh flitet për ndikimin e liceut francez në jetën e qytetit tonë, por deri më sot nuk është thënë se cilët ishin ata njerëz që përfituan kulturën e papërsëritshme të këtij institucioni arsimor. Mes tyre edhe Zisa Cikulin, djaloshin e etur për dije. I lindur në Korçë në 3 tetor të vitit 1920 në një familje tipike korçare, i rritur nga 2 prindër të mrekullueshëm, nga Thanasi, baba i tij, një burr babaxhan me profesion rrobaqepës, dhe Maria, nëna e tij, një grua shtëpiake dedikuar tërësisht familjes së saj të madhe, i falën Zisës gjithë dashurinë dhe përkushtimin prindëror. Kështu, djali vetëm i familjes Cikulin mes 5 motrave, Vitës, Gjinës, Florës, Venerës e Nikoletës, filloi rrugëtimin e gjatë të dijes, fillimisht në shkollën fillore Papalambro Ballamaçi, e më pas në shkollën e mesme Liceun Kombëtar Francez. Në vitin 1941, fitimi i një burse i jep të drejtën të fillojë studimet për mjeksi në Bolognë të Italisë. Fillimi i luftës së dytë botërore e detyron Zisën të ndërpres studimet e të kthehet pas 2 vitesh në qytetin e lindjes. Në fund të vitit 1944, me çlirimin e Korçës nga sundimi nazi-fashist, duke qenë simpatizant i luftës nacional çlirimtare, u aktivizua me rinin antifashiste. Viti 1946 do të shënonte një tjetër kthes në jetën e djaloshit Cikuli. Studimet e ndërprera për mjeksi do të mund t'i vazhdonte në një tjetër institucion arsimor prestigjos, në Universitetin e Plovdivit në Bullgari, ku u diplomua si mjek i përgjithshëm në vitin 1950. Në institut u njoh dhe u miqësua me studenten Rachel Cohen, një vajzë me preardhje hebreje, e rritur në një familje përparimtare, me të cilën pas diplomimit u martua. Me kthimin e tij në Shqipëri së bashku me bashkëshorten bullgare, që do të ishte mjekja e parë pediatre në spitalin e Korçës, Dr. Zisa u emërua si mjek në të njëjtin spital për të specializuar në kirurgji pranë Dr. Sotir Polenës. Këtë specializim e filloi me shumë dashuri, por u detyrua ta ndërpres për arsye urgjente. Komandohej të shkojë disa muaj në rrethin e Përmetit dhe të Gramshit, meqense këto rrethe kishin vetëm nga një mjek. Çifti Cikuli i përkasi një brezi që ka punuar me vetmohim. Sigurisht që sistemi shëndetësor nuk e zgjidhnin ata. Ajo ishte një çështje politike. Në gjithë kampin lindor u zgjodhi njëjti sistem shëndetësor. Në të u inkluduan edhe mjek të vjetër të shkolluar në Perëndim si Polena, Basho, Kalmari. Vërtet që ata nuk mund të ndikonin në përzgjedhjen e sistemit shëndetësor, por se puna e tyre ka qenë kolosale. Mos harrojmë kontributin e Ashtës, Kërcikut, Benusit, të cilët kontribuan në çrënjosjen e sëmundjeve si sifilisi, lepra, malaria, që në atë kohë bënin kërdin në Shqipëri. Mos harrojmë kontributin e Bekteshit e Bashës për luftën ndaj distrofisë dhe shumë sëmundjeve të moshës fëminore. E pra, këta janë mjekët me të cilët filluan karrierën në Zisa dhe Rachel Cikuli. Dhe ndoshta kanë qenë tepër të ndikuar prej tyre, edhe kur Dr. Zisa emërohet drejtori i parë i qendrës sanitare epidemiologjike të krijuar në Korçë në vitin 1952. Kontributi i tij prej 2 vitesh në këtë qendër la gjurmët e saj, sepse mjeku i ri sapo kishte filluar të ngjiste shkallët e karrierës. Emërohet drejtori i Politeknikumit Mjekësor në Tiranë, e më vonë kryetari i degës së përgatitjes së kuadrit të mjekësisë dhe arsimit shëndetësor në Ministrinë e Shëndetësisë, duke lënë kështu përfundimisht Korçën e tij të dashur. Doktori i njohur korçar Gaço Kane, i cili ka studiuar me detaje kontributin e qindra mjekëve në qytetin tonë, e sjell kështu në kujtime Dr. Zisa Cikuli.
Doktor Gansha, duke ju falenderuar që pranuat ftesën për dhënë një intervistë për doktor Zisa Cikulin, pyetja ime e parë në këtë emision dedikuar tërësisht doktor Cikulit është: kur jeni njohur ju për herë të parë me të? Unë me doktor Zisa Cikulin jam njohur qysh në vitin 1968. Ishte periudha kur neve përgatiteshim për sesionet shkencore dhe doktor Zisa Cikuli ishte i pranishëm si deleguar i Ministrisë së Shëndetësisë në këto sesione. Ai vinte në sesionet, kryesisht në sesionet e higjiene epidemiologjisë, në sesionet e maternitetit, në sesionet e shërbimit të përgjithshëm. Dhe midis tyre aty jemi njohur, ku kemi shkëmbyer edhe shumë probleme shkencore lidhur me temat, lidhur me gjendjen shëndetësore të qytetit Korçës. Zisa Cikuli ishte një person shumë me diapazon të gjerë, e njihte mirë mjekësinë, njihte mirë problemet e higjienës, problemet e epidemiologjisë, njihte mirë se si duhet ta ndërtonte shërbimin shëndetësor edhe në rang republike. Këtu ai është pjesëmarrësi kryesor në organizimin e 2 revistave kryesore që ishin të asaj periudhe, revista Shëndeti dhe revista Shëndetësia Popullore. 2 këto revista kryesore që patën një jetë gjatësi shumë të madhe deri në vitin 1990. Unë përpara 6 muajsh kam biseduar me telefon me doktorin dhe gjithmonë, meqense unë po bëj dhe këtë librin, sikur se thatë juve, më foli për disa probleme lidhur me shërbimin shëndetësor në përgjithësi dhe në Korçë në veçanti. Dhe më tha që jam i gatshëm kur të duash të vi të ndihmoj, megjithëse në moshën 94 vjeçare, ishte me mendje të kristalt, ishte i kthjellët, me mendime shumë të plota dhe unë i falenderova, i thash jetë të gjatë doktor, të uroj dhe asnjë gjë tjetër. Mirë, po tash i mora vesh ka vdekur dhe familjes i jap ngushëllimet më të mëdha se humbi njeriu më të dashur të saj, njëri nga mjekët më të nderuar të Republikës. Doktor Zisën nuk e shohim të ndarë nga sesionet shkencore. Ai është kryetari i delegacionit shqiptar në Francë në Kongresin e 4 të problemeve të higjienës, pjesëmarrës në aktivitetet të tjera të kryqit të kuq shqiptar në Rumani, Gjermani, Çekoslovaki dhe Hungari, pjesëmarrës në sesione shkencore që zhvilloheshin në institucionet e rrethit, në shërbimin e nënës dhe fëmijës të qendrës sanitare, duke kontribuar praktikisht me tema shkencore, informacione dhe sugjerime me vlera për përmirësimin e punës mjekësore. Kjo periudhë e domosdoshme për një propagandim të gjendjes shëndetësore dhe marrjes së masave profilaktike e detyruan të shkruante në revistat kryesore të atyre viteve, Shëndetësia Popullore dhe Shëndeti, që vazhduan të botoheshin për një kohë të gjatë. Por kontributi i doktor Zisës në mjekësi nuk ndalet këtu. Doktor Isuf Saliçe, ish nxënës i tij, rrëfen kontributin e jashtëzakonshëm të këtij njeriu. Me doktor Zisa Cikulin unë jam njohur për herë të parë në vitin 74, kur u emërova me punë në Pogradec, në shtëpinë e arsimit shëndetësor të Pogradecit si mjek aty. Dhe Zisa, duke qenë drejtuesi këtyre i propagandës shëndetësore në Republikë, ne na bëri një farë kualifikimi se si të punonim në rrethet tona dhe na jepnin udhëzime të sakta në drejtim të punës që duhet të bënim. Për shembull, u rrit shumë niveli i edukatës shëndetësore në nxënësit e shkollave, në ndërmarrjet, po gjithashtu edhe në të sëmurët. Në nxënësit e shkollave zhvilloheshe konkursi i biologjisë. Dhe në këtë konkurs të biologjisë, nxënësit konkuronin edhe brenda rrethit, një shkollë me tjetrën, nga këto dilte fituesja e një rrethi dhe pastaj zhvilloheshe konkurs në rang kombëtar.
Ta kjo është që po thoni është një punë e madhe që është bërë në atë kohë. Drejtohesh totalisht vetëm nga doktor Zisa. Pra, doni të thoni që doktor Zisa ka qenë i pari person që ka hartuar një lloj programi të tillë që i ka shtyr mjekët të bëjnë këto lloj trajnimesh. Rezultatet cilat kanë qenë? Rezultati është ruajtja e shëndetit të punëtorëve, e shëndetit të njerëzve. Gjithashtu u vunë në spitale detyrimisht që të vireshin kuti ku të sëmurët të pyesnin për sëmundjet e tyre. Edhe në kuti të shkruheshin sëmur, doni të dini diçka për sëmundjen tuaj, pyesni. Edhe ata ithnin atje dhe mjekët ishin të detyruar që t'ju shpjegonin në mënyrë të detajuar për sëmundjet këtyre pacientëve. Dhe këto realizoheshin vërtet, se vinin kontrollonin, të drejtuar nga doktor Zisa, ose me grupet e punës që caktonte doktor Zisa, vinin edhe me një rrugë punët. Doktor Sufi tregon prezencën e kudo gjendur të doktor Zisës në konkurset e zhvilluara në shkolla në lëndën e biologjisë, në ndërmarrje, brenda reparteve në miniera ku merrnin pjesë kuadro dhe punëtor. E të gjitha këto kishin një qëllim: ndërgjegjësimin e drejtuesve e punëtorëve për rreziqet që kanoseshin në punë, si ulja e nivelit të ndotjes dhe kontrolli mushkërive aty ku dyshohej për sëmundje profesionale. Me një fjalë, edukimi shëndetësor të njerëzve të riskuar. Puna e tij intensive nuk e pengonte doktor Zisën të takojë me miqtë e tij. Ajo që t'i impresionon më shumë është se ai edhe shokët i kishte si vetja, për nga karakteri, thellësia, thjeshtësia e talenti. Bashkë me elitën intelektuale të Korçës, shokët e tij të liceut, Thoma Harillën, Boris Plumbin, Gjovi Binon me të cilin kishte një lidhje të veçantë, Jani Kosturin dhe Fredi Moskon, vizituan sërish Francën për të risjellë kujtimet e rinisë, apo në përvjetorin e liceut, ku nuk mund të ndajë nga miqtë e tij, Alex Budën dhe Sotir Kuneshkën. Jo vetëm këto evente, por mbi të gjitha ai e donte Korçën. Vizitonte shpesh pikat e ndryshme turistike të saj, ndjente mall për shtëpinë e tij, gjelbërimin që ofronte obori i saj, vendi ku bashkë me Rashelën priste mbrëmjeve miqtë e mikeshat. Vetëm një rrugic më tej ndodhej liceu, i cili zinte një vend të veçantë në zemrën e tij. Aty ai zbuloi talentin e tij për letërsinë. Hartimet e shkruara në atë moshë të zbuluara nga mësuesi Stefan Prifti, që pati ky djalosh një lidhje të fortë shpirtërore me Korçën, do të kuptonte se pavarësisht profesionit të mjekut, ai do të linte gjurmë edhe në letërsinë shqiptare. Dhe nuk ishte si të ndodhte ndryshe, kur miqtë e tij me të cilët shijonte gjelbërimin dhe mbrëmjet në shtëpinë e tij ishin shkrimtarët e njohur Sterio Spase, Fatmir Gjata, Dionis Bubani, Nonda Bulka dhe Lazar Siliqi. Një palmë që zbukuronte oborin e shtëpisë së tij u bë qendra e takimit me këta shok. I shoqëronte në bisedat e këndshme të pasditeve dhe qeshte me shakat e tyre, me shakat që shpesh njeriu bën për jetën e vdekjen. Ishte i apasionuar pas impresionistëve, lexonte shumë për ta. Pëlqente Petrarkën e Danten, por mbi të gjitha adhuronte poetët francezë të shekullit të 19, si Musset, Lamartin e të tjerë, vargje nga të cilët mund të recitonte në çdo moment, e madje edhe në ditët e fundit të jetës. Zotëronte një bibliotekë të pasur me libra e tekste mjekësore, letërsi e fjalor, të cilat nuk mund t'i mungonin edhe në shtëpinë e tij në Tiranë. Mbante mend vendin e çdo libri dhe i dërgonte Rashelën t'i merrte sa herë duhej një libër, megjithse në moshë të thyer. Shtëpia e tij në Korçë pati fatin të trashëgohej nga embesa Jonela Spaho, pedagoge në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin Fan Stilianoli në Korçë, e cila sjell kujtime të bukura me doktor Zisën e me vlerë për të. Kjo është vërtet shtëpia ku ai ka lindur, ka kaluar fëmijërinë, rinin e tij të hershme. Ai faktikisht është daja i mamas time ose vllai gjyshës time nga nëna.
Ai ishte gjithanshëm, jo vetëm për sa i përket erudicionit të tij, por edhe për sa i përket mënyrës të tij të sjelljes në shoqëri, të marrëdhënieve që krijonte me njerëzit, madje me njerëzit të gjitha moshave. Ai dinte si trajtonte fëmijën, ai dinte si trajtonte të riun, dinte si trajtonte njerëzit që e rrethonin. Që e vogël ruaj kujtimet më të bukura. Më ka trajtuar me një dashuri të jashtëzakonshme, me një mirëkuptim të jashtëzakonshëm, sidomos mbaj mend vitet kur unë isha studente dhe shkoja shpesh në shtëpinë e tij. Konsultohesha për gjithçka, më jepte mendime për gjithçka, më ndihmonte me bibliotekën e tij jashtëzakonisht të madhe. Dhe jo vetëm kaq, edhe pasi mbarova studimet dhe u emërova pedagoge gjatë mbrojtjes të titujve, gradave, vazhdimisht konsultohesha me të, vazhdimisht më ndihmonte dhe mendimet e tij kanë qenë një vlerë e paçmueshme për mua. Vërtet ai ka qenë mjek, por shumë i apasionuar dhe pas letërsisë. Madje mbaj mend deri në ditët e fundit të jetës së tij, pata rastin të shkoja, ai po lexonte librat më të fundit që ishin në qarkullim. Libra që për momentin dhe unë nuk kisha lexuar dhe më bëri shumë përshtypje, sepse si ishte e mundur, domethënë që të mos i shpëtonte qoftë dhe një libër i vetëm në atë moshë që ai ishte. Duke qenë se ka pasur pasion letërsinë, ai kohë më parë ka shkruar edhe 2 drama, një libër me poezi dhe një poem për fëmijë, Lepurushët e Gjernushut, i cili tani vonë është ribotuar. Një libër i cili vërtet është shkruar kohë më parë, po them që i ruan vlera dhe mund të lexohet nga fëmijët e brezit sotëm dhe të transmetojë mesazhe shumë të rëndësishme. Në një vend të veçantë në shtëpinë e tij flen me qindra dorëshkrime, por ruaj edhe këtu ose po sill para jush një kujtim. Më ka çuar pikërisht te ky këndi i veçantë ku mbante të gjitha dorëshkrimet, ka hapur dollapin dhe ai shikon këto. Pres nga ty që nesër ti marrësh, ti shikosh, ti botosh, sepse përderisa bëre një punim të tillë për shkrimtarin me të cilin jam marrë kohë, besoj që do ta bësh këtë obligim edhe për mua kur nesër mos jem. Dhe sa herë e sill ndërmend, domethënë mbushën syt me lot, sepse ishte si një lloj testamenti, si thua, kulturor, shpirtëror që ai donte ta ndante me mua. Aktiviteti botues i doktor Zisës gjatë jetës së tij profesionale ka qenë i pasur. Ka shkruar tekstet e higjienës për nxënësit e shkollave, për shkollat pedagogjike apo librin Higjiena në fshat, që u shtyp në 50.000 kopje u shpërnda falas në mbar vendin. Pasioni dhe veprimtaria letraro-artistike e bëri antar të lidhjes së shkrimtarëve. Ka shkruar vjersha e tregime, siç mund të përmendim poezinë e njohur Vështrimi i malit flet në qytet, apo poemën me vargje të lira Vite 30, me të cilën fitoi edhe çmimin e parë në një konkurs letërsie. Fusha e tij kryesore kanë qenë skicat me karakter shëndetësor, janë botuar rreth 40 të tilla. Por ato që e bën të famshëm mjekun e dedikuar letërsisë ishin 2 dramat e tij. Tymrat që pastrohen, botuar në vitin 1974 dhe vënë në skenë nga Teatri Kombëtar, dhe dramën Flak në shtëpi, botuar në vitin 1964, vënë në skenë nga trupa e Teatrit të Korçës. Për këtë të fundit, flet një nga protagonistët e kësaj drame, regjizori dhe aktori i njohur Dimitër Orgocka. Profesor Orgocka, çfarë e lidh mjekun e njohur Zisa Cikuli me Teatrin e Korçës? Tani pyetja juaj është jashtëzakonisht e drejtë. Zisa Cikuli në shtëpinë e vet në Tiranë kishte një palmë. Dhe rreth asaj palme mblidheshin intelektualët gati më të mirë shqiptar, si Fatmir Gjata, Nonda Bulka, Stereos Paseja, Gaço Avrazi, dhe kishin si një qendër të vogël të lidhjes së shkrimtarëve dhe të artistëve, ku flitej për letërsinë, flitej për poezinë, flitej për artin. Dhe Zisa Cikuli, përposa asaj që është një mjek i talentuar etj. Ai ka shkruar shumë poezi, ka shkruar shumë tregime, ka botuar dhe libra, pavarësisht se kanë motive shëndetësore, por ka qenë, do thesha, i afërt shumë edhe me teatrin.
Ai ka botuar ka shkruar dhe një operetë Vallja e Panxharit, ka shkruar edhe drama, të cilat prandaj unë kam të drejtë, domethënë që të them dy fjalë në këtë mes, një dramë që quhej Flak në shtëpi, e cila është vënë këtu në teatrin e Korçës nga regjizori Mjallaq Lorasi. Shfaqja ka patur shumë sukses dhe atje kanë lojtur aktorët më të mirë korçare, që ishin domethënë duke filluar nga Valentina Caci, Krisanti Kotmilua, Qepser Trako, Adorka, Vangjosh Furxhiu e tjera dhe ka mbetur si thuar si një shfaqje që ne nuk mund të harrojmë, jo vetëm spektaklin, po nuk mund të harrojmë as Zisa Cikulin. Veç kësaj. Profesor, me pak fjalë, për çfarë bënte fjalë kjo dramë? Çfarë ishte tema e saj? Ishte tema kryesore e saj, ishte trajtimi dhe respekti që duhet kenë mjekët për njerëzit, për të qenë në shërbim të tyre në çfarë do lloj ore të ditës dhe të natës. Edhe Arsinoi Binoja ka shkruar një dramë për teatrin e Korçës dhe ne kemi vënë në skenë të dramën, por çudia më e madhe është sepse atë shfaqje ka ardhur këtu dhe ka vënë në skenë Pandistillur. Miku i ngushtë i Zisa Cikulit, ish kryeregjizori i teatrit popullor dhe nga lidhja me Zisa dhe me Xhuvi Binon, me këtë staf intelektual korçar, ai erdhi dhe vuri shfaqjen në teatrin e Korçës. Dhe ne ata kanë lojtur Krisanti, Dorka, unë, Dimitër Trajqa, Vangel Grabocka dhe ishte bërë një shfaqje shumë e bukur. Pas përfundimit të shfaqjes së dramës Flak në shtëpi, cili ka qenë mendimi i tij, cili ishte opinioni i tij, si u duk kjo shfaqje realizuar nga një mjeshtër siç është Mjallaq Lorasi? Niveli i shfaqjes ishte i tillë që Zisa përveç fjalëve të mira që tha dhe me një respekt të madh, sepse edhe respektin e meritonte edhe Mjallaq Lorasi, një regjisor me shumë eksperiencë e tjera, por dhe trupa e aktorëve ishte vërtet e përkushtuar, jo vetëm për të bërë shfaqjen teatrore, por për të qenë edhe mirënjohës ndaj Zisas që ne e deshim të gjithë. Një tjetër mik i doktor Zisa Cikulit është edhe shkrimtar i njohur Vangjosh Ziko, i cili sjell këto kujtime. Zisa Cikuli është një nga ata njerëz të intelektualet të shquar që kanë nxjerrë qyteti ynë i Korçës. Është nga ata liceistët e brezit që morja të kulturën e madhe të liceut francez, edukua me ndjenjat patriotike, me dashurinë e madhe për Korçën, dashuri e cila jetoi në zemrën e tij tërë jetën. Unë atë kam pasur rastin ta njoh, isha i ri në atë kohë, po e shikoja të aktivizuar në aktivitetet kulturore, letrare. Ai vetë ishte apasionuar pas letërsisë, bile Zisa Cikuli ka botuar vëllime poezi, ku ka shkruar poezi të ndryshme për Korçën, për luftën partizane, ka shkruar për jetën kulturore, ka shkruar drama dhe është marrë sidomos edhe me letërsinë për fëmijë. Ai ishte një mjek i Zoti, i cili përkushtua në mënyrë të veçantë edhe mjekësisë, bile ai shërbeu dhe në qytetin e Korçës në atë qendrën e shëndetësore, të kulturës shëndetësore, dhe duke shfrytzuar talentin e tij si shkrimtar, më kujtohet botoi atëre një seri me botime për fëmijët, siç ishte Leporushi Jenush, me këshilla për higjienën, si të rriten, si të ushqejnë fëmijët, si të lajnë dhëmbët, si të sillen. Janë disa libra me të cilët ne kemi rritur dhe fëmijët tanë. Pra. Ishte njeri me të vërtet me një karakter të shumë të pastër, i sinqertë, gjithnjë i buzëqeshur, mikpritës, dashamirës, dhe për herë të fundit unë përpara 3 vjetësh kam biseduar. Isha në Kanada, pa i kish marrë vesh që unë kisha botuar librin për Korçën dhe kish kërkuar të më takonte, të bisedonte me mua në telefon, unë gjeta numrin e mora vetë, u gëzua shumë, mallëngjye,
tha e ke shkruar sikur ta kisha shkruar unë, Korça meriton shumë të shkruhet për te, tha. Edhe ishte edhe me humor, megjithse ishte me probleme, edhe më bërje një shaka, si e zi, se i thash unë meshne, mirë jam a gjushta, nga malla lartë jam mirë, nga mara poshta, nuk u mbahemi dot, tha. Ishte me të vërtet njeri i sinqertë, i dashur, i hapur, mik i të gjithve, ishte vërtet një figurë që duhet, me cilën duhet të mbajë në kujtesë së Korça, qytetit të ynë, edhe letrat shqiptare, sepse është nga të parët që ka dhënë kontributin e tij. Përveç të shkruarit, si adhurues i artit e njohës si kulturës europiane dhe i 6 gjuhëve të huaja, hobiti kryesor ishte piktura. Ishte i apasionuar pas natyrës, nxirrte kavaletin e tij në obor dhe pikturonte atë që i pëlqente më shumë, mes pemëve luleve. Madje përpiqej të pikturonte edhe gjatë shëtitjeve të gjata me Rashelën, gruan e jetës së tij, me të cilën u dashurua gjatë studimeve në fakultet dhe krijoi një marrëdhënie me bazë të fortë ndershmërinë, thjeshtësinë e respektin, duke krijuar edhe një familje të fortë, por mbi të gjitha duke trashëguar profesionin e mjekut tek fëmijët e tyre, megjithse praktikisht ai kurrë nuk është imponuar në zgjedhjet e tyre. Por nga ana tjetër, ka ndikuar modeli i tij dhe i nënës së tyre si mjek të devotshëm, të talentuar e të ndershëm. Maksim Cikuli, djali i doktor Zisës, mjek i njohur dhe ish ministri i shëndetësisë, trashëgoi nga jati pasionin për këtë profesion, megjithse specialitetet e tyre mjekësore janë larg njëri tjetrit. Ndërsa doktor Zisa ja kushtoi jetën edukimit shëndetësor të njerëzve, sot ky specialitet quhet promocion shëndetësor, Maksim merret me gjenetikën mjekësore. Zotë Maksim, çfarë mungonte babait nga qyteti i tij lindjes, nga Korça? Po besoj se mungonte Korça vet, me të gjithë të mirat, me gjithë njerëzit e saj, me gjithë traditën që ka. I mungon të kuptohet, i mungon fëmijë, i mungon rinie, i mungon të rrethi shoqëror. Sido që tjetë gjeti mënyrat që ti kishte gjithmonë pranë, duke ardhur këtu për shokët që i vinin e vizitonin her pas here. Po shkurt i mungon të shumë. Tashmë si ndjehet familja Cikuli, ka disa muaj që i mungon një mjek i njohur, një njeri i dashur, një njeri që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në mjekësinë shqiptare. Është vështirë për mua si biri i tij të tregoj gjendjen, po jo siguroj që na mungon shumë. Na mungon shumë, ka lënë një boshllëk që është e kuptueshme, pavarësisht se jeta vazhdon, nuk e mbush dot njeri, pavarësisht se ka lënë fëmijët, ka lënë një përmbesa, po atë boshllëk besoj se do ta ndjejmë gjithë jetën. Njohuritë e tij të thella për parandalimin e sëmundjeve në etikën mjekësore dhe në historinë e mjekësisë kanë qenë për të një shkollë e veçantë dhe shumë e dobishme. Deri në momentin kur doktor Zisa ndroi jetë, në këtë familje ishin 4 mjekë që jetonin në të njëjtën çati, bashkë me bashkëshorten e Maksit, Zanën, pedagoge anatomia. Ndërsa 2 vajzat e doktor Zisës duket se kanë zgjedhur profesione të ndryshme nga ato të prindërve të tyre. Ema, kimiste, dhe Suzana, inxhiniere ndërtimi që punon në një organizëm të huaj të rëndësishëm që ndihmon shumë Shqipërinë. Për punën e palodhur dhe kontributin e dhënë në fushën e mjekësisë, doktor Zisa Cikuli ka marrë vlerësime brenda e jashtë vendit. Në vitin 1980 është vlerësuar me urdhrin e punës të klasit të dytë, ndërsa në vitin 2007 presidenti Alfred Mojsiu e ka dekoruar me medaljen e mirënjohjes. Sigurisht që duke qenë mjek edhe në pension, doktor Zisa ndiqte zhvillimet e reja në shëndetësi. Ishte entuziast për gjithë arritjet, por se parimi i tij i palëkundur mbeti profilaksia. Shpesh i thoshte Maksit djalit të tij. Më tepër njihet dhe respektohet një kirurg që operon një kancer të mushkërisë, në përgjithësi shkaktuar nga duanpirja, sesa një specialist i promocionit, i cili bën që mira njerëz të lënë duanin e të mosumure nga kanceri. E sigurisht, ai vlerësonte më shumë të dytin. Zisa Cikuli, mjeku që i dha kaq shumë mjekësisë shqiptare, shkrimtari pasionant që u bë pjesë e letërsisë shqiptare, nuk ka të mos ngelet thellë në memorinë e shqiptarëve, por veçanërisht këtë njeri të përkushtuar ndaj profesionit
nuk do të harroj kur Korça e tij e dashur. Nuk do të mund të harrohet ai, liceisti i fundit.